Kaos në listat e Partisë Demokratike për deputet në zgjedhjet e 25 qershorit. 3 kandidatë të PD-s janë tërhequr nga lista për deputet. Mes tyre është dhe Ramis Çobaj, kreu aktual i Partisë Demokratike në Shkodër. Dorësha e tij erdhi pasi kreu i Demokratëve Lulzim Basha e ka vendosur të tetin në listën e kandidatëve, vend në listë i cili nuk është pranuar nga Çobaj. Nga sa mësohet, Ramis Çobaj nuk ka patur kontakte me Lulzim Bashën në lidhje me vendin e caktuar. Kjo është goditja e parë që vjen nga Shkodra për Partinë Demokratike dhe pa kënaqësitë e shfaqura me listat, ku mungon edhe emri Jozefina Topalli. Në një prononcim për Report TV, kreu i Partisë Demokratike në Shkodër, Ramis Çobaj thotë: Nuk kam qenë kurrë në garë për deputet, nuk u pyeta, as nuk më kërkuar mendim për futjen time në garë. Nuk kam pasur diskutime apo konsultime edhe për sa i përket përpilimit të listave për Shkodrën. Refuzova të plotësoja formularin për të garuar, pasi mësova që isha futur në listë dhe renditesha i teti. Ndërkohë nga listat për deputet është tërhequr edhe Sazan Guri, i cili ishte kandidati 5 në qarkun e Beratit. Në një lidhje telefonike për Report TV, Guri thotë se tërheqja ka lidhje me vendin ku është vendosur. I 5 dhe i 4 dhe i 3 madje në Berat janë të pasigurt. Ndërkohë që dhe i 2 pikërisht kjo ishte garancia që unë jepja që unë me atë që kam një natyrë pozitive publike dhe duke qenë nga qyteti i Beratit, duke qenë dhe me origjinë nga Skaparit, duke qenë dhe vendër nga fshati Gruas Kuçov, mund të sjellja shumë mirë atë prurje të reja. Në Beratët e mbështetës së Partisë Demokratike janë shprehur të pakënaqur për moskandidimin e disa emrave, duke u shprehur në rrjetet sociale se nuk do të votojnë Partinë Demokratike. Gjithashtu nga lista e kandidatëve të PD-s për deputet është larguar dhe Blendi Himçi. Ai ishte kandidat në qarkun e Elbasanit dhe ka vendosur të japë dorëheqjen.